Dy efektiv të policisë së Korçës mbeten të plagosur pasi mjeti me të cilin po udhëtonin u përplas qëllimisht nga një njeri i dyshuar si shpërndarës droge gjatë një operacioni për ta arrestuar. Ngjarja që vuri në rrezik jetën e agjentëve të policisë në krye të detyrës u shënua në aksin rrugor Korçë-Pogradec, pranë fshatit Lumalas, ku agjentët kanë evidentuar në lëvizje një të dyshuar. Në përpjekje për t'i shpëtuar arrestimit, 21 vjeçari dyshohet se ka goditur qëllimisht me automjetin e tij makinën ku udhëtonin policët, e përpasoj njëri prej tyre mbeti i dëmtuar më rënd. Por operacioni nuk shkoi dëm. Protagonisti i sulmit ndaj policëve dhe një 19 vjeçar përfunduan në pranga, ndërsa një 27 vjeçar u shpall në kërkim. Ky i fundit dyshohet se ishte pronari një lokali ku shpërndai lëndë narkotike dhe ushtroi aktiviteti i palishëm i lojrave të fatit. Gjatë kontrolleve policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale sasi të dyshuara të kanabis sativa dhe kokainë, të ndara në doza për shitje si dhe një tavolinë pokeri që përdorej për aktivitetin e palishëm. Efektivi i policisë që mbeti i dëmtuar më rënd është sjellë për trajtim në spitalin e traumës, ku këtë të mërkur u vizitua nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skander Hita. Hita theksoi se sakrifica dhe përkushtimi i çdo punonjësi policie do të vlerësohet maksimalisht, duke garantuar mbështetje të plotë për trajtimin mjekësor dhe financiar të efektivëve të dëmtuar në krye të detyrës. Normalisht po janë ka sakrifica të tillë profesionalizëm, por është në dëbive të mësuesve, mbështetjen time do kesh problem. Ti dhe gjithë kolegët e tjerë, si dhe kolegë që është dëmtuar. Policia e Korçës vijon kërkimet për arrestimin e personit në Arati, ndërsa në drejtimin e prokurorisë po punohet për dokumentimin e plotë të veprimtarive kriminale, ku të rinjt ishin të përfshirë.